Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, falënderimet i takojnë Allahut, përshëndetje të ratat pejgamberit ton Muhammedit a.s. Vëllezër të pranishëm, agjërues, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se po takohemi në përmbylljet Ramazanit dhe ligjërimet tona, këshillat tona që s'pari ja drejtojmë vetes, pastaj edhe juve, i referohen mbylljes Ramazanit. Unë këtë ligjërat sotit, këtë ders para xhumaja, do ta kisha fillu me ajetin e Kuranit ku Allahu xhalla shanuhu thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuro Zotin tënd deri sa të vjen vdekja. Kjo ajet e Kuranit është aktual në çdo kohë, sidomos kur flasim për sezonet e adhurimeve apo ibadeteve. Allahu xhalla shanuhu na fton, na nxit që të jemi të vazhdueshëm në adhurimin e Zotit. Sepse vetëm kështu njeriu ka mundësi me korr shumë, me vjell shumë, me përfitu shumë nga mëshira, falja, begatia dhe mirësitë e Allahut xhalla shanuhu. Ramazani erdh, pothuajse është në përfundim. Sot është sonte, realisht është nota e fundit e Ramazanit. Nesër është dita e fundit e Ramazanit. Pas nesër është dita e parë e Fitr Bajramit. Lutim Allahun xhalla shanuhu që veprat tona, ibadetet tona, adhurimet tona që kemi bërë vetëm për hir të Allahut, Allahu xhalla shanuhu të na i pranoj neve të gjithëve. Ajeti 281 i surës Al-Baqara është ajeti që llogaritet si ajeti i fundit që ka zbrit për Kuranit. Ka thënë Allahu në Kuran: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Keni frikë një ditë cilën do të ktheheni te Zoti. Shoni çfarë kuptimi ka kjo ajet. I madh dhe i vogël, pa marrë parasysh nivelin, këtë ajet është në gjendje me kuptu, se mesazhi është shumë i qartë. "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Keni kujdes, keni frikë një ditë ku do të ktheheni tek Zoti. "Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Çdo njeri do t'i plotësohet ajo në bazë të asaj që ka punuar. Pra Allahu po na thot, të jemi të kujdesshëm, të jemi të vëmendshëm, sepse ka marrë një moment kur gjithë kemi më taku me Zotin. Prandaj të jemi të përgatitur me këtë takim me Allahun xhalla shanuhu. Kush përgatitet për këtë takim, është takimi më i mirë. Kush e neglizhon këtë takim, është takimi më i keq për ta. Mos harroni se Allahu xhalla shanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor po na nxit, po na fton që të jemi të vetëdijshëm, të jemi të vëmendshëm, se kjo botë është kalimtare. Dhe një ditë dashtëm apo nuk dashtëm, na pëlqej apo nuk na pëlqej, kemi mu kthy për te Zoti. Dhe kthimi jon te Zoti është takimi me Zotin. Pejgamberi alayhis salam takimin me Zotin nuk e ka llogarit fatkeqësi, apo nuk e ka llogarit diçka e keqe. Po pejgamberi kështu i ka motivuar njerëzit, besimtarët, neve: "Men habba liqa Allah, habba Allahu liqa'ahu." Ai që e don takimin me Allahun, Allahu e don takimin me ta. "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Ai që urren takimin me Zotin, Allahu e urren takimin me ta, edhe pse takimi është i pashmangshëm. Pra edhe i mirë edhe i keqi, edhe ai që është në rrugë të Zotit, edhe ai që është larg rrugës së Zotit, të gjithë do të takohen me Allahun, me krijuesin e tyre. Mirë, po njeri do të takohet me qefe, me dëshirë, tjetri do të takohet, do t'i përngjan atij, e keni pa ai kriminali kur e bën një vepër, e marrën në çesën të lidh para gjykate. Ka dallim shumë të madh mes atij që takohet me qefe dhe me dëshirë dhe ai që është i detyruar me dal para krijuesit të tij. Ramazani është një mundësi e mirë për neve. Në çdo rrafsh, në çdo fushë, në çdo sferë, Ramazani ka synu që neve të na jap diçka apo s'paka ato mësimet bazike që ne tutje të vazhdojmë me to.
besimtarët në Ramazan kanë bërë shumë vepra të mira, shumë adhurime, duke përfshi me rënd parë agjerimin si adhurimi veçantë. Mirë po muslimani nuk dohet me kalun vetë pëlqim. Muslimanët e mëhershëm kanë pas frikë shumë se a thua Ramazanin që kum agjeru, a ma ka pranu Zoti apo jo. E dini sahabët 6 muaj para se marrë Ramazanin, çka thoshin? O Zot, mundsona me mri Ramazanin. 6 muaj pas Ramazanit, o Zot, pranona Ramazanin. Allah i ka përshkruar në Kur'an ata të cilët dhojnë me dorën e tyre, sadak, lëmosh, kontribuojnë, shpenzojnë rrugën e Zotit. Allah i ka përshkruar në Kur'an kështu kanë walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Zoti ka përshkruar një situatë interesante, kanë ata të cilët dhojnë nga ajo që ju kemi dhënë. Ata të cilët dhojnë nga ajo që është dhënë prej Zotit. Mirë po zemrat e tyre kanë një lloj frike. Janë të frigune, sepse ata do të kthehen te Zoti. Dietarët kur kanë komentuar pse zemrat e tyre kanë një lloj frike, një lloj pasigurie nëse mund të themi, kanë thonë sepse nuk janë të sigurt ajo ka pranuar Zoti apo nuk ajo ka pranuar Allahu. Kujna ja pranon Allahu veprat e mira? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Zoti i pranon veprat e mira prej atyre njerëzve që janë devotshëm. A keni harru thonin e pejgamberit alayhis salam kur është ngjit minber, pejgamberi po thot amin, amin, amin. Shok nuk janë mësuar me dëgju pejgamberin me thon amin pa u lut paraprakisht. Ai pejgamberi çka po thot veç amin, amin, amin. Kur zbriti prej minberit, i than ja Rasulullah. Pse tha amin? Amin e dini, pranu o Zot. Pse tha amin? Pejgamberi alayhis salam tha er Gjibrili dhe më tha: ai i cili e mrin Ramazanin dhe Ramazanin nuk vdes dhe nuk bëhet shkak Ramazani me hin xhenet ose me fal gjunohat, ai qoft larg mëshirës Zotit. Tha dhe thash amin. Ramazani po shkon, po para mendon se sikur ne të jemi në atë situatë që po e përmend pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Thotë herën e dytë ja Rasulullah, çka tha? Pse tha amin? Tha, po ashtu lut Gjibrili tha, ati që Zoti ja mundson mi mrrit 2 prindë e tij. E pas prind, gjallë. E sidomos kur ata i rrok pleshnia, ose njonin prej tyre, dhe nuk bën shkak kujdesi i tyre ndaj atyre prindve me hin xhenet, qoftë larg mëshirës Zotit. Por që ata mos harroni se ata që i kanë prind gjallë, ju që i keni prind gjallë, ose njërin prej prindërve, prind janë dera e xhenetit. Edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Dhe e treta, tha ja Rasulullah, pse tha amin? Tha Gjibrili, kur përmendet emri yt Muhammed dhe ai i cili e dëgjon emrin tan dhe nuk thot Allahumma salli ala Muhammed, zbjen salavat me ty, qoftë larg mëshirës Zotit. Për ata na shpesh herë na ikun shumë sevapë dhe shpërblime për mos kujdesit apo për shkujdesjes. Me rast salavatin pejgamberin, ai që thot një herë bjen salavatin pejgamberin, Allahu bjen salavat mbi ta 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Për mbylljet Ramazanit të ndëruar vëllezër, ajo që mas shumë të kemi nevojë është me kërku falje, me bëj istikfar. Sepse nëpërmjet kërkim faljes së istikfarit, për neve dhe për besimtarët në përgjithësi, Allahu na ngrit në grada të larta. Çka ka thonë Allahu në Kur'an? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Çka do të më ditë njëri mas pari? Me njohë Zotin. Shishkar, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dhije se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Wastaghfir li dhanbik. Kërko falje për gjunohin tanë. Walil mu'minina wal mu'minat, edhe për besimtarët dhe besimtarët. Edhe në kërkim falje, na me kërku falje, me thonë o Zot falje edhe njerëzit tonë, edhe për njerëzit tonë më lutë. Se ndoshta lutja jote pranohet. Edhe mos harroni kur vllau lutet për vllaun e tij, motra lutet për motrën e saj, musliman apo muslimane. Melekt luten për atë person që bën lutje për tjetrin. A ju ka shku menja me mendon herë që lutjet e melekëve nuk pranohen?
lutjet e melekëve pranohen, sepse nuk do të kishte mundësi melek më lut, po të mos si kishte leju Allah. Se melekët janë programuar në këtë formë, vetëm i zbatojnë kanë urdhnat e Allahut. La yahsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ato nuk e kundërshtojnë urdhnën e Zotit. Melekët ata nuk e kundërshtojnë urdhnën e Zotit, por ata i zbatojnë me përpikmëri urdhnat e Allahut xhalla shanu. Prandaj në përmbyllet Ramazanit aja që na duhet më shtuar është astaghfirullah. Pse astaghfirullah? Dikush më thon, po na hoç s'kemi bëu gjinoha, na kemi bëu ibadete, adhurime. Po këto ibadetet, adhurimet, njerëzit do të bëjnë ibadete, adhurime mundet me bolshime. Mundet mos mja dha hakun ibadeteve, adhurime. Prandaj kërkohet prej neve që sa më shumë me bon istighfar, me kërku falje prej Allahut xhalla shanu. Në rast interesant, ndoshta keni dëgjuar për prisin e pestë drejt muslimanëve. Umar ibn Abdul Azizin llogaritet prisi i pestë i drejt i muslimanëve, llogaritet në kuadër të Khulafai Rashidin me Abu Bakrin, me Omerin, me Uthmanin, me Aliun. Ai llogaritet i pestë edhe pse historikisht është shumë avon. Po për shkak drejtësisë që ka pas, as njëri drejt ka qenë, e kanë llogarit ka thonë prisi i drejt, prisi i pestë i drejt i muslimanëve. Umar ibn Abdul Azizi në përmbylljet e Ramazanit e ka bën një dekret. E ka nxjerrë një dekret apo një shkresë dhe ja u ka dërgu provinca ku ai ka sundu. Më pëlqej shumë dekreti i tij, do të mundona vetëm i përmend disa elemente dhe ku prej qytetarëve të shtetit, të atyre provincave, banorëve të atyre provincave, Omer ibn Abdul Aziz i kërkon që ata me kërku falje Zotit dhe me dhon sadakatul fitr. Para mendoni një lider sot të muslimanëve, qoftë të vendet tona me nxjerr një dekret tillë. Ku ju kërkon qytetarëve, o qytetar, kërkoni falje Zotit. Edhe japni sadakatul fitr. Fa niveli. Dhe pastaj ai pas mesin e fjalëve që i thot, thuni çu ka thon babai ju Ademi alayhis salam. Tash po argumentohet me Kur'an. Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Po të thuni çu ka thon Ademi alayhis salam, zbashku me bashortën e tij Haven, prindtë jo. Çka kanë thonë ata? Ata kanë thonë o Zot, ne i kemi bë padrejtësi vetes tonë. Kemi bë gjinoha. Nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron neve, ne do të jemi për njerëzve të humbur. Pastaj thot, thuni çu ka thon Ibrahimi alayhis salam. Çka ka thon Ibrahimi? E merr argumentin te Kuranit, "Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din." I lutmi atij që lakmoj që të cilin lakmoj, tek ai i cili lakmoj që të më fal gabimin tim ditën e gjykimit. Prap kërkim falje. Thot po ashtu thuni. Çu ka thonë edhe Nuhi alayhis salam. Çka ka thonë Nuhi? Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Nëse s'm fal Zot, nëse s'm mëshiron, sigurt kam ikon për të humbërve. Për të humbur banorëve të xhenamit. Pastaj në letrën e tij vazhdon dhe thot, dhe thuni thot ashtu çu ka thonë Musa alayhis salam. Çka ka thonë Musa alayhis salam? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Ka thonë Musa o Zot, unë i kam bë pa drejtësi vetes tem, falë mua. Pastaj Allah, këtë këto ajete Zoti ka prur në Kur'an për më na mësuar neve çu kanë vepruar pejgambert me vepruar edhe na. E dhunnuni ai Yunusi alayhis salam. Allah e përshkruan në Kur'an çka ka thonë? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Duke qenë barkun e peshkut balenës, peshkut gjigant madh, Yunusi alayhis salam me vetdije e kuptoi se ajo është tash në errësirë. E kuptoi se ka bol shëm. Çka tha? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. S'ka zot tjetër përveç teje Allah. Unë i kam bën padrejtësi vetes. Isha prej atyre të padrejtëve. Sepse ai e lëshoi vënën, akoma pa jor urdhnin për Zotit. Nuk i beson populli. Edhe tha unë s'çoj kryfër, nuk e çoj kryt me juve mo. Therr, për buzje, në nëshmim, dhe ai në këtë rast, u ngut. E lëshoi akoma pa urdhnin e Zotit, e lëshoi vënën. Allahu xhallahu shanu i dha mësim nëpërmjet këtij lloji dënimi për më na vetëdijsu neve dhe për më qenë shembull i mirë për gjithë neve. Përmbyllet Ramazanit vëllezër të nderuar. Përveç istighfarit pra është pendimi,
Sepse njeriu mund të më thonë astaghfirullah, 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 o Zot kërkoj falje, Zot kërkoj falje. Po pendimi është diçka më shumë se sa istighfari. Pendimi është kur njeriu me vetdije e përmend, e fikson problemin ose gjinohin që e ka bën, edhe për çat gjuna pendohet. E kuptuat? Kurse istighfari është e përgjithshme. Njeriu kërkon falje për shimet, gabimet. Kur jemi te pendimi, dhe dietar kanë thonë është mirë që njeriu me marr abdes, me fal 2 rekate namaz, me përkushtimin më të madh në vetmi, dhe pas këtyre 2 rekate namaz me ngrit lart dorë ka qielli dhe me lut Zotin me zemër, me shpirt, me mendje, me këtë qenjen që Zoti ta fal për gabimin dhe lëshimin që e ka bërë. Për mbylljet Ramazanit, aja mas shumë të që na kemi nevojë është me lutë Zotin, me thonë Zot, na mundso me hinë xhenet dhe na broj prej zjarrit të xhenemit. Një sahabi thuhet ka shku te pejgamberi alayhis salam, dhe pejgamberi ka thonë atij, çush është gjendja jote, kejfe tekun fi salat, çush je namaz, çush është gjendja jote namaz? Sahabi ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë, atashahhad, mazë të tham shahadetin, në të shahode dhe në nullin, thot, aja që ka tham, Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. Tham, o Zot, po të lës ty që me hinë xhenet dhe të më mbrosh prej zjarrit të xhenemit. Ka thonë çto ja Rasulullah, tham, ka thonë nuk po di në çush lutesh ti edhe e ka përmend edhe një prej sahabive shokut pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam ka thonë edhe na çato sillni. Ai ka dashur me thonë sahabie që neve po na mungon oratëria, nuk po mundum i bë lutjet që i bën ti. Unë po lutem po them o Zot, shtirëm xhenet, mbrojmë prej zjarrit të xhenemit. Pejgamberi ka thonë, kështu vazhdo. Se edhe na çato sillni, çato pari. Edhe nëse i thëna pak shprehje më ndryshe, esenca ku është, çato është ideja. E rëndësishme është njeriu mu lut me shpirtin, me zemrën e tij mu lut. Dhe ku lutet njëri me zemrën dhe me shpirt, atëherë edhe fjalë dalin në formë më të mirë të mëshme. Për mbylljet Ramazanit, Allah na ka thonë wali tukmilu al-idda, wali tukabbiru Allah ala ma hadakum, wa la'allakum tashkurun. Allahu xhaleshanu çka na ka thonë neve? Për mbylljet Ramazanit, për mbylljen e Mekat, ka thonë Allahu xhaleshanu kur kështu e plotësoni numrin, e madhroni Allahun xhaleshanu për atë që ju ka udhëzu, në mënyrë që Allahu xhaleshanu, Allahu të jetë ju shpërblen edhe në këtë formë ju bëni falëndërues ndaj Zotit. Pse thojnë na morëm tekbire ditën e festës? Kish madhrim i Zotit, sepse Zoti na mundsoi me agjëru Ramazanin. Këtë në përmbyllje, të nderuar vëllezër, po ja u rikujtoj ajetin që këtë ajet, gjithë ajetet apo këtë e kam për zemër për shpirtin. Thot Allahu në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Mos harroni përgatitni për ditën ku s'bën dobi as malli, pasuria, as e vladi fëmija, përveç kush del përpara Allahut me zemër të çnosh. Zoti i bëft zemrat tona të çnosha. Zoti na i pranon ibadetet, adhurimet. Walhamdulillahi rabbil alamin.